Një skandal i përmasave të mëdha është ai që ka përfshirë strukturat e qeverisë amerikane që kanë zbuluar planet sekrete ushtarake tek një gazetar amerikan. Gazetari ishte ftuar gabimisht në një bisedë sekrete. Kryeredaktori i revistës amerikane The Atlantic thotë se ai u përfshi aksidentalisht në një bisedë sekrete të grupit të qeverisë amerikane, në cilën me sa duket u diskutuan plane ushtarake shumë të ndjeshme. Një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Brian Hughes, më vonë deklaroi se historia e bisedës ka shumë të ngjarë, të ishte një komunikim autentik. Ai paralajmëroi një auditim të brendshëm. Kryeredaktori i Atlantic, Jeffrey Goldberg, përshkruan se si në mes të marsit ai u bë pjesë e një grupi nëpërmjet aplikacionit të mesazheve të koduara sinjal, në cilin antarët kryesor të administratës së presidentit të SBA Donald Trump diskutuan me sa duket plane konkrete për sulme kundër milicisë Houthi të mbështetur nga Irani në Yemen. Zbulohen detajet. Në artikullin e tij, Goldberg përshkruan në detaje diskutimet midis pjesëmarrësve, duke përfshirë kohën e saktë, citatet origjinale dhe një ton pjesërisht jo zyrtar. Midis antarëve të grupit ishin nën presidenti J.D. Vance, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, sekretari i shtetit Marco Rubio, si dhe antarë të tjerë të kabinetit dhe zyrtar të lartë qeveritar. Sipas raportit u diskutuan si taktikat ushtarake, ashtu edhe komunikimi politik rreth sulmit kundër Houthis. 2 orë para fillimit të sulmeve më 15 mars, Goldberg mori një mesazh nga vetë Hegseth me informacion të detajuar në lidhje me objektivat, sistemet e armëve dhe kohën e operacionit. Menjëherë pas kësaj, në fakt, filluan sulmet ajrore kundër pozicioneve të Houthive në Yemen. SBA kohët e fundit e kishte riklasifikuar milicin si një organizatë të huaj terroriste. Kur u raportuan shpërthimet e para, Goldberg tha se më në fund ishte i bindur se biseda ishte e vërtetë dhe jo e rreme. Sipas raportit të tij, nuk ka pasur asnjë hetim për planinë e tij. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Hughes u përpoq të riformulonte defektin, duke argumentuar se incidenti ishte dëshmi e një koordinimi politik intensiv dhe të menduar midis zyrtarëve të lartë të qeverisë. Goldberg shkruan se të martën më 11 mars mori një kërkesë për lidhje në sinjal nga një përdorues i identifikuar si Michael Waltz. Sinjal është një shërbim mesazhesh me kod të hapur, i njohur për gazetarët dhe të tjerët që kërkojnë më shumë privatësi sesa shërbimet e tjera të mesazheve me tekst që janë në gjendje të ofrojnë. 2 ditë më vonë, të njëjtën në orën 16:28, mora një njoftim se do të përfshihesha në një grup bisedash të sinjal. Një mesazh për grupin nga Michael Waltz, lexoi si vijon: ekipi krimi një grupi i parimesh për koordinimin mbi Houthis, veçanërisht për 72 orët e ardhshme. Zëvendësi im Alex Wong u mbledh një ekip në nivelin e deputetëve, shefi të shtabit të agjencisë, në vijim të takimit në sallën qendrore dhe do dërgoj aktet e veprimit më vonë këtë mëngjes. Ju lutem, siguroni stafin më të mirë POC nga ekipi juaj që ne të koordinohemi gjatë 2 ditëve të ardhshme dhe gjatë fundjavës. Thanks. Termi komitet kryesor në përgjithësi i referohet një grupi zyrtarësh më të lartë të sigurisë kombëtare, duke përfshirë sekretarët e mbrojtjes, shtetit dhe thesarit, si dhe drejtorin e CIA-s. Duhet jetë vetë kuptueshme, por do ta themi gjithsesi që nuk kam qenë kurrë i ftuar në një takim të komitetit të drejtorëve të Shtëpisë së Bardhë dhe se në shumë vite në raportimin tim për çështjet e sigurisë kombëtare nuk isha dëgjuar kurrë që një i tillë mblidhej mbi një aplikacion të mesazheve komerciale. Një minutë më vonë, një person i identifikuar vetëm si Mar, sekretari i shtetit është Marco Antonio Rubio, shkroi: Mike Needham për shtetin, me sa duket, duke e caktuar këshilltarin aktual të Departamentit të Shtetit si përfaqësuesin e tij.